Të nderuar vëllezër, nderuara motra. Allahu Xhelle wa Ala na përshkruan se çfarë është jeta e kësaj bote. Na jep një përshkrim gjithë përfshirës të gjitha fazave në të cilat ne kalojmë. Ndaj thot në Kur'anin e Tij famlar, "I'lamu", dijen, "annama al-hayatu ad-dunya", se jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se lojë të frikë. Pra kur njeriu është i dhënë pas saj, si një person i cili është në lojë ku nuk ka ndonjë realitet të madh aty, të krenuarit në mesin e njëri tjetrit, pra duke u lavdruar, meraku i njerëzve, të duket më i mirë nga të tjerët, meraku i njerëzve, të jetë mbi të tjerët, lakmia e shumë njerëzve, të përmendet në mesin e të tjerëve, ruajna Zot. Shkuan tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pas përfundimit të betejës së Qadisiyes, një betejë vendimtare që vendoste të ardhmen e perandorisë perse, dhe duke lajmëruar për çfarë ka ndodhur ndër të tjera, Umeri radhiyallahu anhu pyeste se cilët janë të rënët prej muslimanëve. E pasi ja përmendën ata njerëz të cilët ai i njihte, kaluan tek statusi i të panjohurve. Dhe Umeri radhiyallahu anhu që thonte nuk e njoh, më pas thot ja shpërtheu në qara, pra filloi të lotoi dhe tha, e çon si ka nëse të njeh Umeri radhiyallahu anhu kur Zoti i gjithësisë ka zgjedhur dhe ka vendosur e ka caktuar që ky person të jetë i përzgjedhur tek Allahu xhelle xhelalu, të jetë prej dëshmorëve. Pra meraku i shumë njerëzve të krenuarit, të krijojnë emrin, ne kur vim këtë dynja vim pa emër. Dhe gjëja e parë të cilën e humbasim sapo vdesim është emri. Ndaj dhe ai i cili është i ngarkuar për detyrat e fundit, për të drejtuar xhenazën tënde, nuk thot më silleni filanin dhe fistekun, po thot silleni xhenazën. Hiku emrin. U lodhe për emrin, hiku. Deshet përmendesh, përfundove. Disa ditë dhe gjithçka përfundon, nuk do të kujtohesh më. Ruajna Zot. Na bëjë Zot për atyre të cilët kujtohen nga mahnia jote. Na bëjë për atyre të cilëve ulshohet rahmet vazhdimisht. Bëhet lutje për ta vazhdimisht. Wa takathurun fil amwal, garim në pasurinë e fëmijë, duke garuar se kush do të ketë më shumë, qoftë kjo pasuri, qoftë kjo në fëmijë. Thot ashtu sikur se shiu, i cili bjen, gëzohet domethënë bujku sepse ai gjelbron gjithçka. Bimësia është komplet ndryshe. Pemët janë tashmë të gjelbra. Thot mirë, po pas atij gjelbërimi çfarë ndodh? Vjen zverdhja dhe vjen dhe vdekja e tyre, thahen komplet. E kur ato të thahen, domethënë, a përfundon gjithçka? Të kish përfunduar gjithçka deri këtu, do të kishim sërish në rregull. Mirë, po këtu fillon gjithçka. Pasi thahet, thot Allahu xhelle xhelalu, dhe bëher si një trum pemë i dharë, këtu thot Allahu xhelle xhelalu, thumma yakun hutaman wa fil akhirati adab, në ahiret ka dënim të madh, por në të njëjtën kohë dënim, falje prej Allahut, mëshirë e kënaqësi prej Allahut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. E çështja e kësaj bote vetëm se mall për ata të cilët vetë pëlqehen, për ata të cilët hutohen. Të nderuarit e mi, Allahu xhelle xhelalu e ka zgjedhur njeriu në mesin e mbar krijesave duke e bërë krijesën e tij të përzgjedhur. E ka veçuar atë njeriu me arsye, me logjikë ndryshe nga shumë gjallësa të tjera. Ndaj ajër marrin shumë të tjera, për të ecur si ti ecin edhe gjallësa të tjera, ndërsa arsyen ka veçuar Allahu xhelle xhelalu njeriu. E kur kjo arsye pajiset me besimin, me domosdoshmërinë që ka shpirti, pra shpirti e ka të domosdoshëm besimin, e pastër në Zot,
i papërlyer, i papërzier. Kur ndodh në këtë formë, njeriu prodhon vetëm se drejtësi. Mirë, për raporti ynë me dunjan, cili duhet të jetë raporti i besimtarit? Profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditësh tek kalonte bashkë me shokët e tij, pranë një gomari të ngordhur, thotë, dhe veshët e tij ishin të prerë, i thotë, kush e blen këtë me kaq para, po themi? I tha, i dërguari i Allahut, ky kur ka qenë gjallë, ka qenë i palakmueshëm, sepse ishte vesh prerë. E kush do të blinte domethënë një ngordhësirë? Thot profeti alayhi salatu wasalam, ky është shembulli i atyre të cilët garojnë për në dynja. Mirë, po është kjo një ftesë që njeriu të distancohet nga e bota, jo të nderuarit e mi. Kjo është ftesë që njeriu të mos robërohet nga dynjaja, mos bëhet rob i saj, mos përçahet vllai me vllain për diçka që nuk vlen tek Allahu, se kështu e ka përshkruar profeti. Ka thënë, ka që vlen dynjaja ke Allahu, aj sa vlen ky gomari i ngordhur me veshët e prerë tek ju. Të mos vlerësosh atë e cila e ka vlerësimin momental ndaj asaj, mos i japësh përparësi ndaj asaj që e ka vlerësimin të lidhme për arsht Allahut. Siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, silatur rahim, lidhja e gjakut, lidhja farefisnore, është e lidhur për arsht Allahut. Ajo lutet dhe thot, Allahumma silmen wa salani, o Zot, mbajet lidhur për mëshirën tënde, atë i cili më mban të lidhur mua fort, waqta man qata'ani, dhe shkëpute për mëshirës tënde, atë i cili më shkëput mua. Nuk ishte ftesë nga i dërguar i Zotit se njerëzit duhet të praktisin dynjan, duhet të fokusohen vetëm në adhurim, sepse vetë puna e cila bëhet për Allahun subhanahu wa taala është adhurimi vetë, është adhurim në vetvete. Kur dikush shkon tek i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam dhe i kërkon atij, i ankohet për atë dërguarit të Zotit për varfrinë të cilën e kishte kapluar. I dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam nuk ishte ai mentaliteti i qesëve ushqimore. Urdhënon se po të jap një qesë ushqimore edhe zgjidhim situatën. Jo. I tha, a ke diçka në shtëpi, domethënë e cila është sadopak të ketë vlerë ajo. A ke diçka, po si do ta shesim? Thotë, dhe pasi e shitën, pra tha, kush e blen këtë send, pasi e shitën, tha, gjysmën bli ushqime për në familje, pra furnizoj familjen, gjysmën tjetër, bli sopat dhe një litar që të mund të lidhësh barën në druve dhe shko e punon. Pasi e pa pas disa ditësh, ky person në xhami kërkonte se kush është ai i cili e kish blerë sendin prej tij, sepse donte ta riblinte prej tij. Pra donte ta blinte sërish. Gjë që tregoi domethënë se ky kish punuar. Kjo është ajo që i dërguari i Zotit alayhi salatu wasallam i jepte zgjidhje në situata të ndryshme. Kur shkon zonja e nderuar, e bija e tij Fatimi radhiyallahu anha dhe i ankohet të dërguarit të Zotit për mospasjen ose varfrinë në cilën jetonin, tha sikur na ndihmoje me diçka, çfarë tha profeti alayhi salatu wasallam? Kjo që unë kam marrë mbi supe për të drejtoj pushtetin e Islamit është përgjegjësi. Nuk jam pronar, ty të t'jap dhe tjetrit mos t'i jap, apo të favorizoj më të afërmit e mi. Ndaj thuaj Aliu ta shkojë përpiqu, shkojë punon. Thotë të nesërmen pra Aliu nuk është se ishte njeriu dembel i cili kishte nevojë për këtë, po nganjëherë nuk të çelet situata, domethënë nuk shkojnë ashtu siç munduash ti. Të nesërmen do u largua nga Medinja, domethënë ti e shef se në një vend nuk po ka risk për ty, nuk po ka punë. Lëviz për jetë. Lëviz, kërkoja riskun e Allahut xhelal xhelal. Nuk është kusht që vetëm aty ku ti jeton ta kërkosh. Për shko diku tjetër. Thotë dhe u largua nga Medinja, atje ku ishin dhe arat e hurmave, dhe e pa një hebre ose një grua hebreje dhe i thotë çfarë kërkon të punë. Thotë kam unë punë, por nuk kam parë me dhënë, po dush t'jap hurma. Puna thotë ishte me vëdit hurma, me nxjerr rruj për i pusi, me e maj, me bajtët dhe me shku me i vëdit hurma dhe e bëri, thotë dhe e gjitha ajo që vlera asaj dite sa ishte në rrumit e mi, rreth 20 kopra hurma arabie.
Pra një grusht me hurma. Kur shkoi ky profeti, shkoi i gëzuar. Dhe i thoi dërguari i Allahut, shif puna e sotme, dhasht Allahu bereqet tën të. Thotë kaluam do statime disa ditë të gëzuar në to. Dhasht Allahu bereqet. Ndaj dhe profeti alayhis salam kur ka folur për punën, kur ka folur për riskun, për sadakan, ka thënë sadakaja më e mirë është sadakaja e cila jepet nga ajo që e ke fituar prej halallit. Pra ftesa në këtë ajet Allahu na përshkruan që duhet i përmbahesh në dynja asaj që ka vendosur dhe ligjëruar krijuesi i gjithësisë. Ti largohesh gjërave të cilat e zemrojnë Allahun subhanahu wa taala, të mos prishësh qejf me kënd për diçka e cila nuk vlen tek Zoti as sa krahu i një mushkonje. Është ftesë për në bashkëpunim, është ftesë për në tolerancë, por në të njëjtën kohë është ftesë që në Islam nuk ka vend për dembelët, nuk ka vend për parazit, nuk ka vend për njerëz të cilët e bëjnë traditën e tyre lypjen. Thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush ja hap portën e lyp, kush e hap portën e të lypmes, gjoni vëmendje. Kush e hap portën e të lypmes, i hap Allahu atij dyrët e fukarallikut. Kush e hap portën e të kërkumes së tjerëve, i hap Allahu atij dyrët e fukarallikut. Dhe e gjen që personi, domethënë vallahi, ndoshta mund të ketë shumë sasi, po ai vazhdimisht ka vetëm nevoja, dhe nuk plotësohen nevojat e tij deri ditën kur do ta mbulojë dhe ajo. Nuk po flasim thjesht për lakmi, nuk po flasim thjesht për tahman, nuk po flasim thjesht për dëshira, të cilat i ka vlerësuar apo i ka përshkruar në një tjetër hadith të tij ku thotë sikur biri i Ademit njeriu ta kishte një lugin me flori, ai do ta lakmonte një të dytë dhe nuk ia mbush gojën skërkumi, pra kërkesat e tij nuk i plotson vetëm sa dheu. Nuk po flasim për dëshira, por po flasim për njeriu i cili nuk gjen stabilitet kurrë, domethënë nuk gjen stabilitet ekonomik, nuk zon harmoni me ato të cilën e ka. Mund të ketë mirë të gjithë dynjës, po nuk ka më kryesorën që është të jesh i kënaqur. Ndaj i dërguar i Zotit kur lutej për veten e tij, për familjen e tij, çfarë thonte? Allahumma ij'al rizqa Muhammedin wa ala Muhammedin quta. O Zot, mundso, më furnizo që risku im dhe i familjes time të jetë i bollshëm për atë ditë. Të jetë i bollshëm për atë ditë. Çfarë do të thotë i bollshëm për atë ditë? Na e përshkruan në një hadith tjetër ku thotë: "Men bata minkum aminan fi sarbi, mu'afa fi badani, 'indahu quta yawmi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi adhafiriha." Kush gdhin ose ngryset, ka streh mbi kokë dhe është i sigurt. Është i sigurt, domethënë jeton i sigurt, ka qetësi, ne gëzon stabilitetin. Është i shëndetshëm, nuk vuan nga asgjë. Tani nuk vuan nga asgjë, ne nuk është se jemi në xhenet edhe të kërkosh se nuk duhet me të dhim ty asnjëherë si gjë, nuk duhet me pas asnjë problematikë në shtetin tonë, po janë problematika të zgjidhshme, pra ky është qëllimi. Është i shëndetshëm, ka me ngrënë në ditë, është një lloj si ai i cili e sundon botën gretë. Çfarë është diferenca nderuarit e mi mes një personi i cili jeton ditën e xhuman në të cilën e jemi sot? E supozojmë kemi 12 orë ditë. Pak a shumë. 12 orë janë për ty që elhamdulillah jeton i lirë, 12 orë janë për atë i cili është i burgosur. Vallë, njëjtë janë këto 12 orë për të dyja kategoritë. Nëse pyet atë të cilit i mungon liria, këto 12 orë ndoshta duken dhe 12 javë dhe 12 muaj. Po nëse e kthejmë dhe bëjmë një krahasim, ti që je i shëndetshëm, ke dalë për nevojat e tua, për dëshirat e tua, për ato që thu hajt si për ditë. Pra si je, hajt si për ditë. Ç'ke si për ditë? Falëndero Allahun, o robi Allahut, thuaj elhamdulillah. Se ka të tjerë që për ditë e kanë diku tjetër, po ti falëndero Allahun, elhamdulillah Zot, mirë. Mirë, shumë mirë. Bëu pjesë hadithit profetit alayhis salam që thotë ajaban li amri al-mu'min. Çudi me besimtarin, dhe kjo thotë nuk ndodh vetëm se me besimtarin. Kur e ka plon e keqja, ai duron, falënderon Allahun dhe kjo është e mirë për të, por edhe kur e ka një të mirë ai falënderon Allahun dhe kjo është e mira për të.
Pra e ka një gjendje që është gjendja e falënderimit ndaj Zotit në çfarë do lloj situate. Pra imagjino që ti që thua hajt më si për ditë, si për herë. Ti që je në këtë gjendje dhe një person i cili e kalon ditën o Zot shëroj smurët ku do qofshin në spital. A e njëjtë është dita në gjatësinë e saj për ty dhe për ta? Në orar të nderuarit e mi, po ajo është. Ndërsa në përjetim është komplet ndryshe. Të duket sikur ke një vit të ty. Pra një ditë është ajo e shpejtë, 2 ditë mund të jenë. Personi i cili vuan duket sikur nuk po ka fund ajo vuajtja, ajo dhimbja. Ka njerëz të cilët i kemi dëgjuar vazhdimisht, a kush s'po vjen vdekje. Imagjino domethënë ç'grad mund të ketë arritur ai njeriu në përjetimet e tij, ai sa t'ia dëshiroi vetes tij vdekjen. Për këtë na thot Allahu xhelel xelalu, që çfarë është dynjaja, e gjitha, nuk është për tu krenu, nuk është për të lakmu që o burra të kemë unë sa më shumë, se do vjen një ditë të gjitha do t'i lesh. Vëllezërit e mi, duhet me jetu në këtë dynja me dinjitet, me krenari, jo mi i hap dyrë të fukarallikut vetes, jo mi i shtri dorën tjetërit e cili don t'jep, s'don t'jep, s'don nuk të jep, është drejta e ti. Mirë po çfarë të ngeli ty në të rast, të ra dinjiteti për tokë. Më kujtohet një ndodhi të cilën e kam përjetuar vetë personalisht në Damask. Është shembulli se si duhet jetojë njeriu. Teksa ecja në sokaqet e Damaskut, një lagje e Damaskut, pash një person të verbër, i cili në qafë kishte varur një tezg, pra e kishte varur dhe kishte disa gjëra, jo çuçakiz, jo disa fazoleta, në një ngjitse për plagët e lehta për shembull. Dhe qëndronte i mbështetur në një mur, zërin e kishte të lartë duke ftuar për të shitur, domethënë, produktet që ai kishte aty. Dhe shkova duke menduar domethënë që është një lloj stimuli si mos me lyp drejt për drejtë. Ky ishte mendimi im, koncepti im. Elhamdulillah që ishte i gabuar. Dhe zjas dorën për t'i thënë aq sa mundësi kisha unë sepse isha student, domethënë, zjas dorën për t'i lënë diçka në tezë dhe nuk doja të blija asgjë. Dhe mbefasoi, domethënë i kishte instiktet aq të sakta sa më tremi më kapri dorën. Tha, më fal, çfarë do të bësh? Thash them drejtën, duke pa aty asgjë nga ato nuk u donte. Thash, nuk desha të dëgjoj, thjesht unë nuk kam dalë të lyp, tha. Mu Allahu xhelel xhelalu më ka privu me dritën e syve, për cilat profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, kë e sprovon Allahu me dy dashurat e tij, me dritën e syve, dhe ai bën durim, shpërblimi i tij është xhenet. Unë nuk kam dalë të lyp, tha. Unë kam dalë shes këto produkte që i kam këtu. Nëse diçka ty të intereson, mund të blesh, në të kundër, të falenderoj dhe më ktheu domethënë para. Tash jo, atëherë do të blej. Dhe i njihte parë domethënë në të prekur, më thotë sa dëshiron të blesh. Tash me këto du të blej të gjitha çimçakis. Pra ishte vetëm dëshira që të blija. Shikoni domethënë njeriu i cili vlerëson veten, o vllai im, o i motër e nderuar. Vlerësoje veten, mos ja ul veten krijesës. Kërkesat e tuaja paraqitja krijuesit. Krijuesi mërzitet kur ti nuk i kërkon. Vallahi krijesa me qenë edhe nëna e baba që të don më shumë se çdo krijesë tjetër. Vjen çasti mërzitet kur ti do të rrish 1-2 me kërkesa, 1-2 me kërkesa. Ndaj lutim Zotin xhelal na bëj për atyre të cilët reflektojnë se çfarë është dynjaja, e jetojnë ashtu siç duhet dynjaja, nuk e lidhin, nuk e mbjellin atë në zemër, por e mbajnë aq sa duhet për të kryer nevojat tona. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nderuarit e mi, Ramazani u larguar për këtë vit në shpresën që Allahu na e shkruaj me na gjetë Ramazane të tjera dhe në t'i agjerojmë e të kryejmë detyrat tona ndaj Zotit xhelel xhelalu. Mirë po, nuk u largu për t'u largu dhe ne. Shkoi që të vinde. Shkoi Ramazani që ne të mbetemi me veprën tonë. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon, e kishte tradit, i porosiste shokët e tij për dhe vetë, ku thonte, kush agjeron Ramazanin, u atba'ahu bi 6 min Shawwal, dhe pason atë me agjerimin e 6 ditëve të muajit Shawwal, është si ai i cili ka agjeruar vitin.
Feja nuk është ekuacione matematikore, domethënë që sa u bën 35 apo 36 ditë herë 10, 360, 350. Po, nuk është e tillë ndërrumi. Një namaz do ta kishim shpresën ta kishim kryer ashtu siç duhet, të jetë i pranuar tek Allahu. Një ditë agjërimit ta kishim bërë ashtu siç duhet, të jemi të sigurt se e ka pranuar Allahu. Po elhamdulillah që Zoti i gjithësisë, marrëdhënia e krijuesit me krijesën është në raportin e mëshirës, jo të drejtësisë. Pra sillet me ne me mëshirën e tij. Se më usill pastaj me drejtsinë e vet Allahu mirë për ne. Po elhamdulillah që ai sillet në raport me mëshirën e tij. Ndaj këto ditë, ky muaj i cili pason Ramazanin, ka vlera akoma me agjëru këto ditë. Dhe e ke mundësinë t'i ndash sipas dëshirës tënde. Nuk është kush që të jenë një pas njëshme. Mund t'i zgjedhësh të jetë dhe hëna e jetën, duke mbledh 2 sunete bashku, me 2 vlera inshallah bashku. Kështu që të mos neglizhojmë ndërrumit e mi në sezonet e cilat kalojnë, sepse kaloi muaj, kaloi ai sezon. Pastaj agjëro ka agjërime të tjera, ama Shawali, 6 ditët e Shawalit janë pikërisht në këtë muaj. Me të përfunduar muaj nuk zëvendësohen më. Dhe Allahu xhelle xhelalu ka kërkuar vazhdimisht për njeriu në sezonet e caktuara vepra të caktuara, për ta mbajtur njeriu veten e tij vazhdimisht në korrent me adhurimet e Allahut subhanahu wa taala. E dyta, siç e dini, këtë javë ndrohet ora, kalojmë me sistemin e orës verore e përpasoj ndron gjithçka edhe në namazet tona, që do thotë që me na gjet shnosh dhe me qenë gjallë shnosh e mirë, java tjetër nuk do të jetë më ezani i xhumas në orën 12, por do të jetë në orën 1. Kështu që se na ndodh vazhdimisht vit për vit, kemi nga i ngatresë ke puna e orës. Kemi nga i ngatresë. Jemi të vëmendshëm, sidomos për namazin e sabatit, në ditën e parë, domethënë. Jemi të vëmendshëm që kanë ndru ora dhe të përshtatemi me oraret e reja. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na pajisë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhis salam. Na bëjë Zot që ndrushëm në besim, na bëjë Zot që ndrushëm në fe. Na pajisë Zot me mirësi e begati të panumërta dhe na bëjë prej falënderuesve ndaj mirësive tua. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah, na i afro zemrat me njëri tjetrin në iman, në besim. Të lutemi ty e i madhnueshmi Allah për çdo sëmur Allah shëroj, për çdo stresuar, të brengosur, të munduar nga hallet e brengat e jetës o Allah ndihmoje, për çdo të munduar nga borxhet o Allah ndihmoje në shlyerjen e borxheve të tij. Na furnizo Zot për hallallit dhe bëj ato të dashur për zemrat tona. Na largo Zot për haramit dhe bëj ato të urryer për zemrat tona. Të lutemi ty e i madhnueshmi Allah për stabilitet, për qetësi. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah të na largosh ngritjen e çmimeve. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah të na bësh për atyre të cilët reflektojnë dhe bëhen njësh me fatkeqësinë e tjerëve. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah ti furnizosh muslimanët kudo që ata janë me qetësi, me paqe, me dashuri, të përcjellin mesazhin e fesë me cilin ti na ke ngarkuar. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë vend, në këtë ditë, në këtë muaj, për të madhruar madhërinë tënde, na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona, fëmijët tanë, gjithë ata të cilët i duam dhe na duan, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى